në këtë borgjën që kena bo kryeministër, i kom gjerë pe opozite, ku e kom bo panin. Më ka shojt një Kosovë që më bo me henat e prantas. Përshëndetje, miq të dashur. Mirë se veni të Dangelin Analizë, shkolla e radhës, Ramush Haradini, AK. Për boj këtë video miq se im leda disa copza, po thonë për video që i ka bo Ramush Haradini, që kur bashkëpunoj ke me shkije, e kom fjalën kur thonë bashkëpunoj me shkije, me listën sërbe. Edhe me Albinin nuk po do me bashkëpunu. Shkojmë të sharojmë disa gjëra pak, edhe të tregojmë që nuk jetë rrugë drejt. Nuk është nuk drejt, në fakt. Shtë që miq, po por me kuptue, ju kisha lutë të ndishtë vitin deri në fund, sepse fundi e tregon gjithmonë atë të vërtetën. Shkojna miq. Ti kom gjerë pe opozite si kom prunë pushtet. Ku jom bu pushtet, jo më në me mërzu për të dit, se kur që kom për i farë takse. Që ta njerëzën që ta kanë marru gjykatën speciale. Jo ndalë në foltori, ku më në mos e bërë, që i ka marru monstru. Okej, Ramush, deri këtu kretë në regull është. Nuk dashte me bashkëpunu, i kritikove edhe për gjykat, edhe për hajni. Po pra po bone bashkë. E votove gjykatën speciale, u mësove me vjellë. A kërit as kërit nuk e di, ato adin ti ma mirë, po u mësove me vjellë, sepse për diti qa ke bo, qëfar pasurie ke bo më ramense. Atëherë si ka mundësi që u bone bashkë me ta. U bone bashkë me atë keqin. Gjithmonë politikisht për flasëm. Këto s'pët kuptoj Ramush Haradini. Ti ka laj për mundohesh më nëzirë, po nuk shkon kjo bashkë qashtët. O është një farë matematike këtu. Shkojna miq? Që ka të kushtetushe, e ka e bën një etnike, e ka e bën një zhoni. Që më vërtet? Ta një shtoj në ki bërsh. O nuk kom bërsh, po vje kesh kom një zhillak. Jo, borç ki. A di pse ki borç? Sepse ke votu. Ke votu. Arsyeja pse ke votu. Ti qysh i ke fol atyre që mos me votu ke gjykat, ju du me dalë pe sallat edhe mos me votu absolutisht heq. Shkojna miq? Po e ke marrë vetën qafë vazhdimësisht, po të du me të lo me gabu me na bo që si të lovish në vend. Se për shoq që na vjen nesër. Okej, për shoq që na vjen nesër. Prit pak. E dje i nderuar Ramush Haradini. A ke po që na vjen nesër tash? Me ato lovi që e bot, me atë broslinë juaj gjini femrore të gjuvez në për parlament, sikur me konë kote si pulave. Këtu a paramendu të hiqa jo, a veç hitë shablon, që shtojnë fjallë popullore. Okej? Se së është e vërtet, urna po ulem debat me Enver Hoxhën, me këtë Ai më thënë që më takohet. Tash, Ramush, ju, me Radoqi që një takue, sar keni dasht, kur keni dasht, qas keni bo, pazare, qpazare, mitësi, me vodka, edhe gjini, nuk shumë pe, ti nuk shumë pe, për bashkëpunim me vllahun ton, me Albin Kurtin, bashkë turpi botës. Shkura mi se në gjë me lutëm, se që ka dhe Ramushi dhe që ka dhe gjini. Po, se kom problem, hiç këtë pjesë. Unë jam në rregull, takona me te. Okej. Unë jam shqiptar, me na vesh me se, ti me fol, me Radoqi shumë mirë bisedaj. Asë që në gjë. Pse s'po bisedon edhe me Albin Kurtin, pra pse me Albin Kurtin pe ki problem, e me Radoqi që njo, se ke pas problem, se s'është më. Pse se ke një këti Radoqi që o i ndërum. Po du të marrë Albin Kurti për me njek. Po kjo është qëtërtim, kalzom të mu pse me Radoqi që, jo mu, po poplet së në di, jo mu, po poplet, pse ti pe ki problem me bashkëpunu me Albin Kurtin, se ke pas problem me Radoqi që. Kjo është pak e zërshme, Ramush Haradini. Po folim e keqardhe. Une prap, thom, une as kundër teje, as kundër as një politikani,
asë një individi nuk kon kur gjë. Absolutikisht, asë nuk du me pas. Unë thjesht bëj analizën time, qaç sa di, qaç sa shof, qaç sa lexoj. Edhe me fakte gjithmonë, asë njerë pa fakte. Kur thëmë me fakte, çka i gjojnë për arkiva. Kështu që mos keq kuptohem, me thonë dikush, jalla, s'ken gjitë, sepse gjitha këto unë çka po i thom, këto janë fakte që janë arkiva. O i ka fol Vetramushi, o i ka bo Vetramushi, o i ka thonë të tjerët, unë vetëm këto i ripërsëris, për me javë rikujtu se çfarë i kanë bëjë Kosovës. Dom apo mirë? Shkojnë miq? Nuk dojmë me qenë pjesë e qeverisjes me këtë pushtet. Pse o burr? E pse me Radojqiqin po, e me Albin Kurtin jo? Pse o Gjini, për çfarë arsye vëlla? Ai është serb, ky është shqiptar. Pse vëlla, për çfarë arsye? Unë e di, me të vërtetën e di. Po të betohem për atë zotë që e di. Ama, po të lusë peri toke, deri në qiell, pe qiell e deri në tokë, po të tregoja. Pse? Në sens po të lusë ma shumë. Vetëm to. Tregoja po dhe pse. A do të marrë Radojqiqi, me bashkëpunu me to, me që në zyre, apo qa pyte? Shkojnë miq? Refuzojmë, edhe me na dhonë gjysën e qeverisë refuzojmë. Nuk e kemi kusht. Jo kusht e ki. Jo kusht e ki o ndërum, se ke marrë vot. Kusht e ki me shku mu taku, me shku në parlament, me shku kur thirë kryeministër, pa marrë parasysh cili do aj që to është kryeministër, duhet me shku në zyre, apo në parlament, apo në mbledhje, me shku Kosovën për para, jo me bloku Kosovën, jo me kërku që as takon. Nuk më në lipti presidentin me 7 deputet apo 6 deputet, sa i keni. Nuk më është me kërku që as takon. Pse si thëshit Radojqiqit, unë e du kush për marrë me folë me ty. Pa i thëke për du me folë, hatin në zyre ka. Gjithmonë si mas fakteve, së rësë këmë qenë atë. Gjithmonë si mas fakteve. Shkojnë miq? Zgjedhjen e presidentit, nuk e kemi kusht. Edhe pse duhet me ju përsërit edhe ati edhe gjithë tjerëve, kish me qenë nderë për Kosovën edhe për gjithë shqiptarët me pas një president se Ramush Haradinaj. Po Arsyeja? Çfarë nderi, për çfarë? Pse ko luftë ka luftu? Po lufti për kulën prap. Për mas lufte, çka ka bërë për Kosovë? Çka ka bërë për Kosovë? Çfarë nderi? Ku me merra nderte? Të lutem. Nerë është Albin Kurti. Nerë është Laku Njusa. Po, këta i bëjnë njerë Kosovës. Ta shti pyet pse? Sepse nuk janë hajna, nuk kanë vjedh, janë patriota, e mbrojnë tokën e Kosovës, e kthejnë ato pjesë që PDK-ja, jo, LDK-ja i keni shit. Apo i keni hup, apo i keni lon, apo ja kanë rrotë me besht edhe se s'u ka interesu fare për to. Shamën, 16% territorit Mitrovic, në Tibrit. Ja pse. Se qakore mos po flasëm se shkojaj, e hëngra mush. Qyshe ka hëngur, qyshe ka dhonë qakoren, veç aj, veç zoti edhe ajedin, edhe ju. Shkojnë miq. nuk o kushti jonë, nuk jemi tu e kërku për i ti. E dim që po qenë, me i thonë, por nuk jemi tu e kërku këtë gjohë për i ti. Po ja fut ko. Si po qef ato mos me i thojnë, e me na thonë, jo, bre. Po të thojnë jo, ti e di shumë mirë, për këtë arsye se kërkon. Se të thotë jo, se s'mon e kërkon diçka që as takon.
O Zotë Regjini, nuk mundesh me kërku diçka që s'ta ka në burr. A jenë tokë të bukës ajo? Normal që të thotë jo. Edhe çdo kusht thotë jo. Edhe ti të shkon në vend të Albinit të shkon në vend tonin, ti kështë thonë jo. Është logjike kjo. Është shnosh. Shkojnë miq? Nuk jemi tu e kërku. Pik. Të ndëgjoj miq, tash lutjet që ja bën një kryeministër që ka karakter, ka moral. Mas gjithë aty në ofendimeve, mas gjithë aty në sharjeve që ja kanë bo, AK-ja, PDK-ja, LDK-ja, Albin Kurtit, si Albin Serbia, Albin Shkao, Albin Mashtrusi, Albin Ranci, Albin Shtot, e gjujnë me ves, shkona mi se të nëgjojnë se çfarë lutje demokratike i bon Albin Kurti, AK-s, PDK-s, LDK-s. Për bashkëpunim. Vetëm e vetëm mos me quë vendin në zgjedhje. Po të na thëjmë fjallë popullore, mi se dashur, nuk e përdora shprehje se bjem pa keq, po shkona mi se të gjë vizion. Por edhe një herë, Gone. i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ardian Xhimi, kryetari Gjakovës, Jo. së voni tash edhe kryetari AK-s. E kush je ti me të lut një kryeministër? Kush je ti me të lut një kryeministër me thonë të unë s'du me ardhë? Ka dole ti, ka pike ti. Është turp, Zotë Regjini. Dëshe pas guximin me shku, me bisedu. Po jo me kërku presidencën. Jo me kërku me vjedh. Por me shku, me bisedu, me shliru Kosovën pe këti ngërçi politik që i keni bojë ju. Shkojnë miq? Por edhe kryetarit të PDK-s, Bedri Homza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në Shqipëri, ka qenë kryetari i komunës Gjugore të Mitrovicës, njëri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë. Ti nderuar Bedri Homza, si ka mundësi me gjithë këto profesione, me gjithë këto arritje që ti pas ke arrit mas luftës? Ndoshta edhe para luftës, nuk e di, nuk një fort. Po foli këta që po foli kryeministri. Si ka mundësi me kon ti i kapun për veshje mos me guxoft, me folë, mos me po kur gjë. A je burë një rum, o nderum, më fal, a je burra, çka je vëlla? Nëse i thu veti burr, nuk guxon me toleru dikon me të ka përveshje, me të dheq. Siç po thojnë, se di unë, siç po thojnë gazetarët, analistat, gjithë, nga partia juaj po ashtu, ka që po thojnë. Se di, s'po të kuptoj. Shkojnë miq? Sepse nëse kryetari i kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosje, këj bie që të mos mbajmë zgjedhje fare, vetëm takohemi si lider strukturash ose lider fisesh në lok të burrave. Po, zoti kryeministër, po Albin Kurti këta i mësu qashtut, me të vërtet më taku si kur gjoja, me keqari për thonë, se veç që banesha mushaj aty, i mësu ta më taku si kur që bana, 5 bës pak, edhe qita për marrone, qita ti, Kosovës ka janonën, na bonën pasën edhe mire pafshëm. Edhe kanë zgjidhur edhe presidentin, edhe kryeministrin, edhe kryetarin, edhe ambasadorët, edhe terminalet, po, kryeministër. Këta kanë bo këta, është e vërtet. Shkojnë miq? Ta ndojmë këtë hise. Asnjëherë presidenti nuk ka qenë nga opozita. Asnjëherë, shumë e vërtet. Asnjëherë nuk ka qenë presidenti nga opozita. E tash,
ka shëbanat tonë, po dojë marë presidencën, pa vota. Kjo është kulmi botës. Kjo është me knaq hasmit. Kjo është me knaq botën, me marë botën e se jatë neve. është turpi botës opozit. A, Ramush, Gjini, ma shumë ti me juve kom, se është vidja, jo që i kom kështu personale, po si politikisht, pa kesh kuptime. Të shiqojmë që shiqojshë, s'po foli, shkojnë me që. Viski, ja? Shkjeve. A është kjo vërtet Ramush ajo, apo është ranë? Me shkije, me muzike, me pije, me litra viski të i qu, si musafir që po shkon, bashkëponim, me lisën sërbe. Se në atë kohë, kër e ke bo këta kompet dhe këllit dhe ka dhe nisma, bon marveshje me listën sërbe. Që ku përshun këtët, jo që për thomën në altë të përshun. Unë veç për lexoj që ajo në për arkiva. Shkuna me që. E tash, për sfuni, Ramush, Gjini, Berati ka zonë se që ka për thot, kush? Shkuna? Takohen me të Gjicicin. Se kom problem, hiç këtë pjesë. Hiç, unë jam në rregull, takona me të. Okej. Unë jam shqiptar, me na vesh me serb, di me fol, mëra veshi shumë mirë me shëtaj. Asë që në shëram. Mirë be buri dhe jetë Allah, po këthejem prap, apo po rikthejem prap, pse pe ki problem me Albin Kurtin, Allah? Kur mbira të qiqin se ki problem, pse pe ki problem me Albin Kurtin? Unë e di ndërum, veç të kësha lutë të regoja poplit. Mirë të dashër, kjo është e vite për sot mire pashëve të radhës. Respekt për se cilën.